Kryeministri Rama ka premtuar investime që do të kapin shifrën e më shumë se 4 milion eurove në Bashkinë e Tropojës. I shoqëruar nga ministrat e kabinetit qeveritar, Rama vizitoi këtë të hënë qytetin verior në një vizitë që ai e kishte paralajmëruar ditë më parë në seancën e sejntes në Kuvend. Fillimisht Rama u takua me kreun e bashkisë Besnik Duzhaj, ku premtoi realizimin e një sër investimeve, por nuk diskutoi asnjë fjalë për ndërtimin e heceve mbi Valbon. Kryeministri nuk kurseu batutat në bisedën me kryebashkiakun demokrat të këtij qyteti. Ajo që duhet që dhe që shërberat të kryeministri është përmirësimi i infrastrukturë që në full drejtën, bulevardi po bëhen, po mbetet fasada. Po e keni projektin? Po, jo. Sa kushton ai projekti do të dytë? 60 milion lekë. I ke. Këto janë katër kryesore. Ka këto tash të bëjmë maksim gjimnazi nuk diskutohet. Këtë unaza nuk diskutohet, fasada nuk diskutohen, hyrja po mas zgjedhjeve do vi të takoj prapë. Se ne do vi të takoj. Pas takimit në bashki, Rama u ndal në një takim me mësues të ciklit nëntëvjeçar dhe atij të mesëm, ku solli sërish në vëmendje lajmin për rritjen e rrogave nga marsi i vitit të ardhshëm. Me rritjen e rrogës si do bëjmë për ju që do tjetë mesatarisht 10%. Ndërkohë që gjithë rrogat e ulta në arsim do rriten me 35%. Është një sforco jo e vogël që ne duhet bëjmë dhe do ta bëjmë. Kjo rritje është $100 milion që merren nga buxheti i shtetit dhe shkojnë në buxhetin e familjeve. $18 milion ka vetëm arsimi.